Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takohemi sonte në këtë takim të drejtpërdrejtë në emisionin tonë Ky është i dërguari. Të jemi sonte së bashku në minutat në vijim dhe sonte kemi vendosur që realisht të jetë takim i hapur. Kam pasur që sonte të flas për një rast i cili lidhet me rrëfimin e javës së kaluar, mirë po duke pas parasysh që ai rast kërkon trajtim pak më të thellë, më të zgjeruar dhe prapë do të mbetemi pa komunikim të drejtpërdrejtë me juve, patë të gjithëson dhe tjetë pyetje përgjigje e pastaj ta kompenzojmë këtë në emisionin e ardhshëm, respektivisht me një emision të plot në lidhje me rastin, për shkak se është një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, është rast shumë i ndihshëm, i prekshëm, por edhe tejet i rëndësishëm, me dobi të shumta dhe udhëzime të rëndësishme. Sonde sikur që e paralajmërova dhe tashmë e keni të shfaqur në ekranin e juaj numrin e telefonit përmes të cilit mund të inkuadroni drejt për drejt në emision me pyetjet dhe komunikimin e zakonshëm që tashmë e keni të njohur në emisionin ton. Derisa të më bëhet me dije nga regjia se ka telefonat, unë dua që të shfrytëzoj që të lexoj ca pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve. Thot kam vërejt që njeriu kur afrohet me fen i humb disa, ka bën thojza shok. A është normale kjo? Të nderuar, njerëzit bëhen shok për arsye ndryshme, shok të lagjes, shok të shkollës, shok të punës, apo shok të rrethonave të tjera. Dhe në çdo ndryshim të mënyrës së të jetuarit apo vendit të ku ke jetuar, realisht ndron shok. Për shembull, nuk i ke tash për shembull shok të fëminisë, zakonisht. Ata kanë përfundu në punë caktuara, kanë familje, dikush është jashtë, dikush është mbrana, dikush ka ndryshuar qytet e kështu me radhë. Edhe këta shok domon realisht si ki, jo që kanë ndodhur diçka e keqe në jetë, por është proces normal. Shokët e shkollës fillore, si kimo, me siguri 1-2 kamet, por shumica mu i ke harruar dhe ke pas në shkollë fillore shok apo shoqe. Gjithashtu shokët e studimeve e kështu me radhë. Prandaj humbja e shokëve mund të jetë për rrethana normale, mund të jetë për rrethana jo normale. Për rrethana jo normale mund të jetë për shkak kur ti ke qenë në shoqëri jo të mirë dhe e humb shoqërinë pse do më bëj mirë. A është kjo normale? Normale është ta shok mos marr me ty. Normale është për shkak se ata e konsiderojnë me kost të lartë ndryshimin. Ti ke vendosur me pagu kostin e ndryshimit, pa ata nuk janë të gatshëm. Dhe kjo nuk është vetëm me fen, kjo është me gjithçka që ndodh. Prandaj ndryshimi i shoqërisë nganjëherë është i kërkuar dhe obligativ, nga se përmes ndryshimit të shoqërisë realisht jetësohet edhe ndryshimi i kërkuar. Nëse ti për shembull ke pas shoqëri në shkollë, nëse nuk kanë mësu, kanë humb kohë, kanë kalu kohë të gjatë në lojra të caktuara, në rrjetet sociale, tash ti ke vendosur me mësu. Nëse don me mësu, me përmirësu rezultatin në shkollën tënde, me ngrit nivelin e arritshmërisë në studimet e tua, duhesh me ndryshuar shoqërinë. Duhesh me ndryshuar shoqërinë. Në këtë rast është obligim ndrimi i shoqërisë nëse don me shpëtu, nëse do më ngrit. Edhe në kuptimin e afrimit me fen. Është normale se sa më tepër afrohesh me fe, disa shok i humb. Por ajo që është më rëndësishme, fiton do të tjerë shumë më të mirë se ata që i ke humbur. Për shembull, nëse i ke humb shokët e shkollës të lojës e dëfrimit dhe i ke fituar shokët e punës, zellit dhe shkollimit, atëherë ti ke fitu. Ti ke fitu për shkak se ti ke shpëtu. Prandaj jo gjithmonë humbja e shokëve mund të jetë negative, mund të jetë tragjike, mund të jetë e keqe, jo gjithmonë. Humbja e shokëve nganjëherë është, thash, e kërkuar, e domosdoshme, nganjëherë edhe e kërkuar. Sikur që e përmend në rastet e mëhershme. Andaj në pyetjen që ke bërë se kur njeri afrohet me fen, i humb disa shok, a është normale? Po është normale. Kjo nuk është vetëm me afrimin me fen, po kur i afrosh çdo ndryshimi të caktuar pozitiv në jetën tënde, disa shok i humb. Edhe kundërta. Njëri për shkakun që ka qenë me do shok të mirë, të zellshëm me kështu me radhë, dhe fillon tash, domethënë me lëshu mësimin, fillon për shkak me shku udhëve jo të mira, edhe atje ka shok të caktuar. Mirë, po i ka humb shokët e mirë. Shokët e zellshëm i ka humb, shokët e sigurt i ka humb. Edhe këtu kosti e humbjes është shumë e madhe. Andaj nganjëherë ja vlen do shok me humb për shkak se fiton shumë, e nganjëherë nuk ja vlen do shok me humb për shkak se humb shumë. Për këtë arsye është mirë me pasë atë që po e humb, çka nën kupton humbja e tij,
edhe atë që po e fiton çka nuk kupton fitimi i tij. Për të vlerësuar pastaj se humbja e një shoku a është me vërtet humbje apo është fitim. Të nderuar, me humb disa shokë është fitim. Wallahi fitim është fitonte nëse humb do shok të këqij, do shok që nuk të kanë udhëzuar ka rruga e mirë. E nganjëherë do shok me humb është humbje e madhe. Nga sa ata të kanë përkrahur, kanë ndihmuar, kanë këshilluar, humbja e tyre është humbje e madhe. Prandaj duhet me ditë kë duhet me rujt e kë nuk duhet me rujt, por duhet me humb atë për me rujt vetveten. Allahu na mundësof të kemi shoqëri të mirë, të sinqert, po na të jemi një shok i mirë e i sinqert për të tjerët. Hoq, a gabojmë ja përmend dikujt mirat që ja ke bo. Në esencë, njeri bën mirë për hir të Allahut të mënduar. Duhet jemi të sinqert dhe mos mi përmend mirat që kemi bo. Kjo është esenca. Për shkak se ne kemi bo mirë për hir të Allahut të mënduar. Dhe shpresojmë tek Allahu xhallahu ala shpërblim për të mirat që i kemi bërë. Mirë po, në situata të caktuara nganjëherë, kur përmendja mund të ketë interes, lejohet. Jo interes personal, po mund të ketë interes për shembull në ruajtjen e raporteve. Mund të ketë interes në mbrojtjen nga ndonjë e keqe. Lejohet me përmend. Lejohet me përmend. Për shembull, mund të ketë situata të caktuar kur dikush nuk e din që ti e ke bërë këtë mirë. Dhe ka shpresuar që ti ja bën atë mirë. Por mendon që ti s'e ke bërë atë mirë. Dhe si pasoj e mungesë së dijes që ti e ke bërë atë mirë, ai merr një qëndrim jo të mirë ndaj teje. Për shkak se ka prit ti më ja bërë atë mirë, ka prit që ti e bën këtë mirë, ka prit që ti ndihmon, po ai mendon që s'e ke ndihmuar. Për me harujt raportin dhe me harujt mendjen nga ndikimi i shejtan me vezvese, lejon të vllai ndërum këtë punë që realisht ti mendon se të ka kryer dikush, unë ta kam kryer. Veç kaq, kryer. Me ja qesu zamrën edhe me harujt raportin. Nga njerë për shambull, për me arikuti dikujt, se duhet me konë mirë njës, lejohet me ja përmen një të mirë që ja ke bo. Për shkak se shashe është mos mirë njës, është vlerësues, do mon i keq, i mirësis, i kontributit të dikujt, duhet me ja përmen nga njerë, që thot populloj me ja qelë sytë. Po këtu në situatat të jashtëzakonshme dhe situatat të ralla që ndodhin për shkak të një dobie madhore. Ndërsa në esencë, muslimani bën mirë edhe i stutje. Të mirat i lënë mbrapa shpinës. I gjejmë tek Allahu ditën e takimit me të. Ndërsa ato që kena para syve janë të metat tona. Kështu muslimani ec. Mirësit i ka mbrapa në strajcën e udhëtimit, atje ku i vendos punë të mira që me to shpeson Allahun me taku, ndërsa para syve të tij ka të metat që gjithmonë e sheh se ka hapësirë për mua përmirësu. Duhet me qenë më i mirë e më i mirë. Njeriu i cili të metat e tij që të pas shpinë, e të mirat e tij që të para syve, ai nuk avancon, ai shkon mbrapa, nga sa ai sheh të metat e të tjerëve e jo të tijat, dhe i sheh të mirët e tij e jo të mirët e të tjerëve. Andaj as nuk përmirësohet, as nuk është falërues dhe as nuk është mirënjohës. Prandaj në esencë nuk është mirë me i përmend mirat. Në esencë, mirë, por nëse ka arsye të caktuara për disa qëllime të caktuara që disa nga ato i përmenden, atëherë nuk prish punë me i përmend dhe lejohet me i përmend. Thot ka njerëz që falen, agjerojnë, po janë të ashpër në sjellje. Ku qëndron problemi? Njerëz që sillen keq dhe janë të ashpër ka kudo. Ata që falen, ata që nuk falen, lloj-lloj. Nga kura që vije arroganca, ashpërsia, sjellja jo e mirë, është padyshim është e refuzuar. Mirë po, kur dikush thot, njeri edhe falet, edhe do më bën keq, çka nuk kupton kjo? Ne kur e dëgjojmë këtë pyetje të ndëruar shikues, zakonisht e shikojmë në kontekst, si më thon, qortues për ato që falet. Po është e vërtet kjo. Por unë e shikoj edhe nga një perspektivë tjetër, nga cila perspektivë? Se njerëzit e dinë se namazet bën njerit mirë. Për ata. Dhe kjo është pozitive. Që njerëzit duhet me kuptu se namazit bën njerit mirë. Do namazi qenka, namazi, besimin Allahun te barekutaala, agjerimi e tjera vlerat të besimit e të islamit, realisht të bën njerit mirë. Të bën njerit dobishëm, bën njerit sjellshëm. Perceptimi i njerëzve, karshi besimit, me këtë gjykim, më ne që është pozitiv. është pozitiv. Dhe për me e fuqizu këtë edhe praktikisht, në duhet me qenë shembull për këtë. Në duhet me qenë shembull për këtë. Në mos me i shgënyu njerëzit në këtë aspekt. Prandaj përgjegjësia një musliman është e dyfisht. Përgjegjësi karshia Allahut për besimin që
e ka në Allahun te barekutaala dhe për obligimin që e ka ndaj tij me qenë i sjellshëm me ulëruar apo tek qia, edhe përgjegjësia e dytë është kashi njerëzve që me u arrujt mendimin e mirë për fenë e Zotit te barekutaala, sa ajo është një ndryshues pozitiv për njeriu, një ndikim i mirë i ndryshimit të njeriut në aspektin e sjelljes dhe aspektin e edukatës së tij. Prandaj na duhet me përgjegjësi me usill. Na si musliman që falemi, agjerojmë, jemi musliman praktikant, Allahu na udhëzoft në falë mëkatet tona, ne duhet të kemi përgjegjësi të dyfisht karshi të tjerëve. Edhe në aspektin e raport njerëzor, por në aspektin e të qendur si musliman. Na duhet më tregu se na jena musliman, na keq nuk bojmë, na nuk mashtrojmë, na nuk bojmë kështu. Pse? Besimin Allah na ka mësuar kështu. Që njerëzve t'ua bëjmë edhe më të dashur besimin. T'i bindim edhe praktikisht se kurdo që bëhet besimtar, realisht bëhet më i mirë se që ka qenë më herët. Dhe me këtë përshtypje që e lëm tek njerëz të ndruar shikues, ne realisht edhe zbutim armiqësitë e njerëzve që mund të kenë kashi besimtarve dhe lehtësojmë udhëzimin e të tjerë në rrugt të Allahut te barekutaala. Sa njerëz për shembull kanë paragjykime ndaj islamit për shkak të praktikave të egra të vrazhda të grupeve të caktuara që thirrën në emër të islamit. Ne duhet të qenë dëshmitar të kundërt të këtyre praktikave të këqija dhe preashtuese që realisht nuk kanë të bëjnë me islamin. Njerëz kanë përshtypje të tilla. Kush e ka kriju këtë përshtypje? Sjellja e disa individëve të caktuar, por të prezantuara fuqishëm nëpër media, që njerëzit kështu ti kuptojnë besimtarët, e pastaj kur udhëzohet diku në familje, prindi i tij refuzon, nuk lejon, pse nga se në kokën e tij është pamja e mediave për një musliman të vrazhd, të egër, arrogant, të rrezikshëm e kështu me radhë. Dhe ne kemi përgjegjësi që gjitha këto perceptime të gabuara, paragjykime për besimtarët me i rënu përmes sjelljeve tona të mira. Prandaj kjo që e ke përmend këtu është problem. Dhe problemi qëndron në mungesën e njohjes së duhur të fesë, në mungesën e ndikimit të duhur të adhurimeve, nga se besimtari po që e kryen një obligim, por këtu nuk përfundon e tëra. Zbatimi i obligimit është fillimi. Mbi zbatimin e obligimit është ndikimi i këtij obligimi në jetën e përditshme. Nëse Allahu xhallahu ala të ndëruar shikues, kudo që ka përmendur një obligim, na ka thirrë që ta zbatojmë si obligim dhe na ka përmend se ku duhet na shpije ky obligim, si ndikim pozitiv në jetën tonë të përditshme. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an, me të vërtet namazi na largon nga punët e këqija dhe punët e dyta. Në shikon namazi, obligim dhe ndikimi i tij është me të larguar këtu. Ai i cili e fal namazin dhe nuk largon nga punët e këqija, e ka bërë gjysmën e punës. E ka lënë punën gjys. Ne e dim që kur lënë dikush punën gjys, domthon nuk është i lavdëruar. Madje shpesh edhe atë pjesë që ka kryer e rënon për faktin se nuk e ka kryer punën deri në fund. Por me kryer punën deri në fund që është me fal namazin dhe me hap mundësinë që namazi me të përmirësu. Nuk e pritu namazin, nuk e fal me përkushtim, me devotshmëri, duke u mishruar me kuptimet e namazit, me kuptimet e lutjeve që thuhen gjatë namazit e kështu me radhë. Prandaj nuk përfundon e tëra tek zbatimi, por e vazhdon tek ndikimi, te përjetimi, te funksionimi i adhurimeve në jetën e përditshme. Gjitha këto faza i kanë shpjegimet, kërkesat e veta që duhet të trajtohen, mirë po duhet të them që ai i cili realisht ata të cilët grup i caktuar mund të jenë që kanë këso lloj kundërthënie në jetën e tyre, edhe falen, edhe arrogant, edhe agjerojnë, edhe të pasjellshëm, realisht këta e kanë bërë gjysmën e punës, e kanë bërë ende punë për të bërë në aspektin e të qenit musliman praktikues. Të qyshme e dalu njeriun e sinqert, se sot vërtet po dallohet kush çka është. Është e vërtet që sot në kohën tonë ka shumë mashtrime, ka lajka, ka shumë fjalë joshëse që pas tyre ka helm, ka kurth, ka mashtrim, Allahu na ruaj. Qysh me ditë njëri sinqert. Të nderuar, sinqeriteti është çështje e zemrës, e brendshme. Nuk mund ta dim na saktësisht kush është i sinqert.
Mirë për dua të a them disa udhëzime. E para, sinqeriteti i njeriut nuk matet me fjalët e tij, por matet me veprat e tij. Shikoj jetën e përditshme çfarë ka. Si është jetë e përditshme? Si është në familjen e tij, si është në punë, si është në rrugë, si është me shok, si është me rrethin, si është jeta e tij. E nëse jeta e tij është në përputhje me atë që thret te, me atë që thot, kjo është tregues i sinqeritetit. Kjo është e para. E dyta, nëse për shembull ki nevojë me ditë për të për shkak të ndonjë lidhje caktuar me të, për shembull martesore, për shembull biznesi, për shembull fqinësore, ku e di çfarë, pyeti njerëz të tjerë për të. Pyeti të afërmit, pyeti për shembull ata që mund ta njohin qysh është, merr mendime të tjerëve për të, jo vetëm për ti. Mos u mjaftove veç në fjalë, po merr mendime edhe nga të tjerët. Më e para është punët e tij. E dyta është fjalët e njerëzve. Njerëzit mund të thosin keq, jo çdo kujt, po fjalët e njerëzve që realisht nuk kanë ngarkesë ndaj tij, nuk kanë diçka i ndaj tij, janë të afërmit të tij, janë njerëz që e njohin, por që mund të sillen argumente të qarta se ky njeri është i sinqert apo është e kundërta. E kaluara e tij, për shembull, mund të jetë një tregues. Po edhe përvoja me të. I sinqerti nuk shkon gjatë e kupton, po edhe mashtruesi nuk shkon gjatë e kupton. Andaj se të mashtron një herë kështu me radhë, do të pas kujdes. Çish ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Muslimani nuk kafshohet dy herë nga një tavrim. Shumë e bukur. Donë e ke fut dorën me një vrim dhe të kafshohet në një hardhuc, të kafshohet diçka caktuar. Mund të ke fut dorën ti se din sa ti tashmë kafshohesh prap. Muslimani nuk le, është i vëmendshëm, i vetëdijshëm, i kujdesshëm që nëse më ka kafshuar dikush një herë, herën nuk më kafshon më. Nëse më ka mashtruar dikush, jam shumë tash i kujdesshëm, shumë i vëmendshëm herën tjetër. Për shembull, nëse më ka mashtruar duke u betuar në Allahun, pasha Allahun dhe më ka mashtruar. Unë nuk i besoj më kur betohet në Allahun xhallahu ala. Për shkak se më ka mashtruar. Eksumerat. Prandaj përvoja me të është një tregues i rëndësishëm, domthonë i ndërtimit të një përvoje të rëndësishme ndaj tij që në bazë të din kush i sinqerti e kush nuk është i tillë. Dhe padyshim ajo që më rëndësi në këtë që përmena është edhe me bodo. Allahu i njeh njerëzit. Thuaj o Allah, mundsama ta njeh këtë njeri çfarë është. E ti din çfarë është ai. Lutë Allahun xhallahu. O Allah, mundsama që me këtë njeri nëse është hajër të vazhdoj, e nëse është shërë mos vazhdoj. Lutë Allahun xhallahu se gjitha këto që i përmena, domthonë puna, fjalët e njerëzve, përvojat, e kështu me radhë me të, krejt janë sebepe. Janë shkaqe që ne i ndërmarrim për me njoft dikën. Mirë, po mbi gjitha, domethënë, mbetet Allahu njohësi më i mirë i njerëzve. Allahu është njohësi më i drejtë i njerëzve. Ai më së miri njerëz. Lutë Allahun xhallahu ala që në bazë atë që Allahu e njeh atë njeri, me ta mundsu ty me usil me të. Me të udhëzu Allahu te barek o teala ka duhet në raport me filonin apo tjetrin e kështu me radhë. Thot hoxhë, ndonjëherë po më kap frika për të ardhmen. Çka me bukuneriu s'din çka e pret nesër. Frika për të ardhmen është disa lloje. Disa frika deri në një nivel janë të arsyeshme, normale të pranueshme. Disa frika nuk janë të arsyeshme në as nivel, as nuk janë të pranueshme. Prandaj diçka mund të jetë e pranueshme, diçka nuk është e pranueshme. Për shembull, cila frikë është e pranueshme? Ne tash po jetojmë në kohë të turbullimeve të shumta, befasive të lloj-llojshme. Ne po kalojmë në një kohë kur sinqerisht po ndodhin gjëra të pakuptimta, mjegullira të shumta, paqartësi shumta. Frika për të ardhmen, Zot na rujt, po bona me dikon që nuk duhet, po i besoj diku që nuk duhet. Fëmia im apo arrim me duku që s'duhet. Fëmia im sikur më qenë ardhmë aty. Frika në kuptimin e ruajtjes së fesë, ruajtjes së moralit, ruajtjes së fytyrës, dinjitetit, nderit, është frikë normale. Por jo me kalu këtë frikë në panik, që pasaj njëri më thonë që ma mirë s'la, s'pa falna, se qa po dënje se muna me lonë, jo kështu, kjo frikë, tash e ka kalu kufinin. Ne falemi, bëjmë punë mira, jemi të sjellshëm, tentojmë në vazhdimsi të përmirësohemi dhe i lutim Allahun që të na ruajë të ardhmen. Po frika që ka mundësi me ndryshu, nuk duhet me ndal nga me ndryshu kuptim negativ, nuk duhet me friksu deri në atë mos që unë me ndalu ndryshimin pozitiv. Nuk bën. Unë vazhdoj
me ndryshu veten në vazhdimsi, pozitivisht, dhe me vazhdoj që me thellu kuptimin tim fetar, me thellu praktikën time fetare, por kam frikë se muna me ndryshu në të ardhmen, andaj kjo frikë çka bën tek unë? Çfarë reagimi nxit kjo frikë, shkakton? Kjo frikë e nxit reagimin e lutjes. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i ndryshon zemrat e njerëzve, do të thonë, bëne zemrën time stabile, të qëndruash mu në rrugën tënde, duaja. Frika se mund me ndryshum diçka më bën që me konë më vepër mirë, që sa më shumë punë mirë me bë, që ato punë mirë me konë pastaj faktor stabiliteti në të ardhmen. Sa më shumë me njoft fen, me ditë për të mirë, për shkak se nesër nuk dihet, mund me qenë errësirë informative, nuk di ç'më apo, po mësoj ç'është ashtu. Dhe kjo frikë është frikë pozitive, nga se ka efekt pozitiv, produktiv në jetën time. Frika për shembull për të ardhmen në kuptimin e furnizimit. A ka me pas me hongër, a ka me pas çfarë me hongër, a ka me pas çfarë me pi, mendoj që kjo frikë është zakonisht e tepruar dhe e panevojshme. Ai që na furnizon sot, na furnizon nesër. Ne duhet me punu gjithmonë për me e përmirësuar standardin ton. Pse jo? Me ngrit standardin ton edhe ekonomik, edhe material, edhe në çdo aspekt. Mirë po jo, kjo panik me na bë që për shembull me shkullë të fshija. Do thonë që tashti për shembull jam në një pozicion, s'po kam ç'a më bë, pe pranoj një farë lloj korrupsioni, apo ti ndriç do punë mia se nesër po kasion punë çka bëj atë. Jo, kjo s'van. Nuk bën frika për të ardhmen në kuptim ekonomik me të bëjë që me ndjek rrugë të këqija. Me të bëjë për shembull me pas frikë nga varfëria deri në atë mas, saqë nuk bësh atë me ato që ki. Do ndjen atë mas saqë të shtimë bë punë të pahishme, me fitu pa djes, me fitu haram etj etj. Andaj kjo frikë është e parësyshme dhe është frikë realisht më tepër e motivuar, e nxitur nga vezveset e shejtanit. A ka rrezik që dashuria për pasuri me taftosh shpirtin? Po ka rrezik. Njeriu natyrshëm e don, të ndëruar shikues, njeriu natyrshëm e don pasurinë. Dhe nuk mund ta mohojmë këtë. Nuk e ka kërkuar Allahu te baraka o taala që njeriu që ta çrënjos tërësisht nga vetja e tij dashurinë për pasuri. Jo. Kjo realitet, na do na pasurinë. Nuk ka njeri që për shembull preferon për veten e tij me kon fukara. S'ka njeri kështu. Për ndërthata të caktuar për arsye mund të jenë private, individuale, po normalisht edhe fetarisht nuk ka situatë të pranuar. Po njeri me punu me kon fukara. Qëllimisht me i kontribu fukarallëkut. S'ka në kështu. Njeri në esencë natyrshëm punon, ta avancohet, ta ngri standardin, ta arrit komoditetin, rahatin, pse jo? Mirë, po kjo nuk duhet me qenë qëllimi kryesor në jetë. Çto problemi? Nuk duhet me e dominu jetën tonë dashnia për pasuri. Që pastaj në emër të kësaj dashnie me shkel parimet e fesë, të besimit, moralit, dinitetit këtu më radh. Do dashuria për pasuri me të verbnu deri në atë mos, saqë nuk shemo as parim, as udhëzim, as besim, as dinitet, as kurrë, përveç parës. Kjo dashuri është dashuri që realisht e bën njeriu në rob të parës, rob të euros, dollarit, dinarit, dirhemit, parë dinarit, dirhem të kaluarën që kanë qenë parë e arit, që ka thonë pejgamberi alayhis salam se është shkatruar adhuruesi e robi i dinarit e i dirhemit. Dinari ka qenë parë e arit në atë kohë, e dirhemi ka qenë parë e argjendit. Monedha që janë shkëmbyer dhe kanë qenë valuta në atë kohë. Prandaj njeriu mund të shëndohet në adhurues, rob i parës, e kjo është e keqe pastaj. Njeriu bëhet rob i Allahut te barekuhu teala. Ndërsa në dorë ka pasurinë dhe e dominon ai pasurinë dhe jo pasuria e. Muslimani angazhohet, fiton vazhdimsi, punon, por ai nuk e ka për qëllim pasurinë. Si pasuri, por ka qëllim diçka për te pasurisë. Çka ka për qëllim? Për shembull, pasurimi i muslimanit nuk kupton vetëm zgjerimin e luksit, por nuk kupton edhe zgjerimin e mundësive për të bërë mirësi. Nëse jam më i pasur, çka nuk kupton? Punsoj njerëz më shumë. Bëj familje të lumtura më shumë. Mund të jam pjesë e projekteve të caktuara, më ndërtu shkollë, më ndërtu spital, më shkollu
me shkollu gjenerata, me indihmu dikujt në shërim, e shumë projekte tjera të bamirësisë. Pra muslimani parën e sheh si mjet të rëndësishëm për jetësimin e shumë projekteve. Dhe nga kjo perspektivë e don pasurinë. E don pasurinë për shkak se pasuria i lehtëson jetën, i lehtëson adhurimin, por jo me dosh pasurinë për shkak se ta pastaj e rrit shfrenimin, e rrit dominimin ndaj njerëzve, arrogancën e kështu me radhë. Jo nga kjo perspektivë, por nga ajo që e përmenda më herët. Prandaj Islami don që njeriu të jetë gjithmonë ai që dominon, dhe jo dikush ato me dominon kuptim të botës materiale. Kur dikush bën padrejsi e nuk pendohet, a bën me fal pa i tregu? Kur dikush bën padrejsi dhe nuk pendohet, kjo mund të jetë shumë anshme, shumë arsyeshme. Për shembull, të bën keq edhe gale se ka. Po mënoj në çfarë kuptimi se ka gale? Nga se të nënçmon, të përbuz, nuk të shet të denjë me të kërku falje. Kjo ka gjë më e madhe. Kjo gjithmonë e jep mundësinë e përsëritjes së padrejtisë ndaj tij. Gjithmonë. Andaj këtu do të më shikoj njëri. A më afala, mos më afala. Kjo para e dyta, nëse ja fal pa i tregu, çfarë kuptimi ka? Për shembull, mund të ndodh, po ti duhet më ditë pse po bën këtë punë. Nëse ki mundsi se njëri nga njëri fal për me nal zullumin, çora ke bëu çka ke bëu, nuk po du më akmor. Po du më mbyll këtë tim kështu edhe vazhdojmë jetën tutje. Kjo pastaj ato mundet me ndërgjegjësu, domethënë që në mes po bëj kemë vokaj se njëri më fali, mos çeli varra përsëri, do më falja mund të mbyll procesin e armiqësisë. Mund ndodh kështu, çish ka ndodhur shumë raste ato. Andaj këtu falja ka kuptim. Dhe për me pas kuptim duhet më tregu që ta kon fal. Nëse ai sot hiç intereson me ja falja se fal, do të më shikoj pastaj tek Allahu xhallahu ala pse po ja fal. Nëse thosh po ja fali që Allahu më fal mua, në rregull, nëse ka interes mund shtu më bë. Por ganjëherë falja të ndrum shikues mund të jetë edhe tregues i dobësisë që e stimulon palën tjetër me ashtu padrejsinë. E këtu do të pastaj kujdes, nëse do murojt nga padrejësia, me të shkel dikush edhe më shumë. Po nëse i dopt, atë mendoj që mjafton që mos mu hakmar, mos më im betej me te, mjafton kjo që murojt pitina. Pa pasur më fal apo. Po shi përmend disa raste, disa shembuj kur realisht ka kuptim falje edhe kur ndoshta s'ka kuptim fare falje, Allahu na ruaj. Pse ka njerë që mendojnë se janë më të mirë se të tjerë, dhe pse janë praktikantë? Të ndërum, në shoqni ka njerëz të mirë, po ka njerëz që janë më të mirë. Njerëz dallojnë, bës shkafit. Për shembull, nëse një njeri është i shkolluar, ka arrit në nivele të larta akademike, dhe ai në mesin kur rrin, më në ka përshtypjen se ai është më i dishëm për çdo punë. Edhe është çashtut. Për shembull, a ka të keqe këtu? Keqe është kur ai tashqet e përsi, në kuptim të dijes e ka ndaj tjerëve, e shndron në nënçmim ndaj tjerëve, përbuzje, arrogancë e kështu me radhë. Kjo është e keqe. Kjo është e keqe. Edhe çështja e të qenë praktikant. Nëse ai që praktikon fen, domethënë, i nënçmon të tjerët pse nuk janë praktikues. I gjykon ata se Allahu s'u fal, ama për veti është i bindur se shkon në xhenet. S'ka frikë hiç për të ardhmen, nuk din çu vjen situata, po ai është i bindur se Allahu ka më udhëzuar gjithmonë kështu me radhë. Kjo çështje është e dënueshme, është e qartueshme. Po nëse ai me një kuptim të mëson ty, do të Allah mos bën këtë se është keq. Ato nuk kumbos shumë të bëmu. Dhe ti nga kjo kupton se ai po mendon se është më mirë se ti, mendon që këtu ka keq kuptim dhe ai po të këshillon se ti po ne më apo bën keq. Kështu që duhet me ditë, domthon dy sene që i përmana. E para, ku po e din ti se ai po pretendon se është më i mirë? Ku po e din ti? Pse të ka këshillu apo vetë ka thonë unë më i mirë se ti? Ku po e din ti? Nëse ai të ka këshillu dhe fakti që po të këshillon, ty po t'jap përshtypje se ai po mendon se është më i mirë se ti, gabim e ki. Nuk ka lidhje kjo me kush është më i mirë. Ky po të shet që je keq, po të këshillon, pranoj këshillën. Nëse ai thotë unë më i mirë se ti,
Ti s'bën këtë, mendoj që kjo çështje është gabim. Nuk bën muslimani, domthonë me ulshu në këto lavdata të panevojshme, për shkak se këto kanë mundësi me rreziku pastaj zemrën me smundje të rrezikshme, sikurse për shembull është vetpëlqimi, mendjemallësia, syfatësia e shumë të tjera. Prandaj varet nga situata në situatë, varet për çka dhe çështë ka thonë apo. Nëse nga njëra për shembull mund ta gjykojmë dikën padrejtisht që ai nuk e ka pas këtë qëllim, po na mendojmë kështu. Ne nuk duhet gjithmonë me shikuar tjetrin se është keq e ka bufaj, por të shikuar shpeshherë edhe çastin tonë, të shikuar shpeshherë edhe domethënë pikpamjen tonë se a është e gabuar apo nuk është e gabuar ato. Njerëzit shpesh thonë është ku e keqe, a është vërtet ku e keqe apo ne jemi mirë. Koha është mua jo kohë të ndërruar shikues, në esencë. Koha, në esencë që ajo kohë. Ajo që e bën kohën e mirë dhe kohën e keqe kushtimisht janë njerëzit. Janë njerëzit. Kjo është e para. E dyta, nuk duhet me bëu përgjithësime. Pejgamberi e ka ndaluar me thonë për shembull, krejt njerëz që mund të këqij. Për shembull, me thonë kjo është koha e keqe. Në kuptim të përgjithshëm s'ka hajrin këtë kohë. Me thonë për shembull s'ka hajrin këtë vend. Këto përgjithësime nuk janë mira. Po, është për hap e keqja. Po, për hap. Keqja e ka dominuar mirën, po. Të këqijt jo më më shumë se të mirët, po. Kjo mund më ndodh kështu. Mund ndodh. Por përgjithësimet nuk janë mira. Madje janë të ndaluara. Nëse njëri kur thotë, domethënë, veç keq, atëherë domethënë i bie se unë me të mirë këta janë këqij. Kjo është lavdat. E tjetra është një arsyetim që edhe ai më bëj keq. Me çka që më bëhet këqij, ko është e keq, pse veç unë poruna, edhe ai bëhet i keq. Por që një çështje e tillë përgjithësuese mund të sill pasojë të dëmshme për personin e caktuar. Prandaj njëri domethënë janë orë kohra të vështira, më mirë është domethënë. Kohra po vështirë. Kanë orë kohra të rrezikshme, po. Janë shtu njerëz të lig, po. Që shtot me qenë fjalorit nuk prish punë. Me përgjithësim me bon nuk është e mirë, madje shpesh është edhe e gabuar dhe e dënueshme. Thotë po që si me ruaj shpirtin kur bota po të shtyn me u krahasu me të tjerët. Ka në transmetime të ndryshme nga njerëz të mençur, nga njerëz të devotshëm, nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku na kanë thonë se kur të tjerët garojnë me ty në dunjë, garojnë me ta në ahiret. Domthonë ti ndroje dimensionin e garimit. Ti ndroje dimensionin e garimit. Dhe ndryshoje qasje ndaj vetës me këpo garan. Me këpo garan. Ti duhet më dalë fitimtar në ahiret. Që kjo më rëndësi. Dhe për këtë ahiret, njerët janë përpjek në njërë ndryshme. Lexo për njerët e devotshëm. Lexo për besimtar e devotshëm, të zellshëm. Shiko njët e përditshme, sa muslimanët e caktuar tentojnë forma ndryshme që me i adal sukses mjet në kësaj bote. Dhe gara me ta, jo në kuptim të garimit xheloz, e me inat, e me shtyme, jo, po në kuptim të inkurajimit pozitiv. Garimi për hetë është inkurajim. Nuk është nënçmim, shkjeli dhe përullin e tjerë. Nuk është. Në kërësha ato të bëhë kështu të dhe unë që më bëj. Përndaj, në momentin kur ti e ndryshon komplet llojin e garës, edhe realisht krahasosh me do garus tjerë, jo me ata që ti imponon dunjoja, realisht kalon pastaj në shtegun e dur të garimit. Kalon në shtegun e dur të garimit. Kjo e para. Dyta, për shembull, me e analizu njëri çka do të thonë me garu në dunjë. Çka? Kush e ka shpirtin më të madhe? Kush e ka kirën më të mirë? Kush e ka teshën më të mirë? Çka për tek kësaj? Çka sill kjo? Fund kurrë. Sado që në dunjë garan, prap do më ki milion. Prap ki më zgjëny. Prap ki me pa njerëz që shumë më përpara teje. E çka pastaj? Nëse ti po garan dunjë me dikon, veç për dunjë, jo për arsye të tjera, veç për dunjë po garan. Për me respektu njerëzit, me pas autoritet, ki me pas që njerëzit ka me të lonë. Ka me pas shumë nga ta që s'ka me dasht, dhe zhgënjesh. Ka njerëz që mund të kenë pasurit shumë, po nuk i do njerëzit. Nuk kanë për ta mendim të mirë. Ata mund t'ju bëjnë lajka për shkak të pasurisë, po zemrat e tyre i mallkujnë të tillët. Çka duhet kjo jetë?
Çka do të ky raport? Ka të tjerë që vallai zemrat e njerëzve i dojnë. Njerëzit respektojnë, pse s'kam përfituar për tyne diçka ndonjë të caktuar, ama e dojmë pse është i mirë. E dojmë pse është i devotshëm, pse është i sjellshëm, pse është i sinqert, për sa e dojnë. Ne garantojmë vlera dura që kimi apo harin ndonjë në jetë, jo në gara të pakuptimta që kush ka marr pjesë tu, kur s'ja ka dal, edhe kur s'u shnaq, në fundit keq ka arrit e kalon ka shku ndonjë duar thot, pa asnjë sevap, në kuptim të mundësisë me fitu shumë, me bo mirë shumë, me bo dua njerëz për të, gjitha këto rreth i ka humbur dhe e ka priu veten nga mirësitë e shumta, e kjo është Allahu që ka thot në Kur'an, khasirat dunya wal akhirah. Të këtilët fatkeqësisht e kanë humbur edhe dunjon, se e kanë lënë, kanë vdekur, kanë shku, s'kan marrë me vetë kurrë, dhe e kanë humbur ahiretin për shkak se nuk janë përgatitur për botën tjetër me devotshmëri, besim edhe punë të mira. Andaj besimtar nuk lejon që jeta e tij me shku hoq, me kon pjesë e garave të lodhshme, të rrezikapitshme dhe në fund të zhgënjura dhe të dështuara. Besimtari mendon me zemrën e tij, mendon me besimin e tij, mendon me udhëzimin që Allah e ka dërguar dhe në bazë të kësaj ai e shfrytëzon maksimalisht jetën e tij në shërbim të vetvetes. Në shërbim të vetvetes, në shërbim të së ardhmës tij në ahiret. Besimtari kur i bën mirë dikujt, realisht i ka bën mirë vetvetes. Veç, vallahi kur të mëson dikën, ti e ke parë më shumë saj. Kur ti jap dikujt ndihmën, ai ka përfituar të vërtet, po ti ke përfituar më shumë. Dhe kjo e bën që me kon gjithmonë në garime që ai përfiton, që kanë kuptim, që kanë rezultat, që kanë domethënë prurje të dobishme edhe në dunjë edhe në ahiret. E përgorat pa kuptimta, që veç ngjallin inate, zili, xhelozi, urrëtie mes njerëzve, dashuri të pafund për pasuni dhe në fund rob i pasunisë. Mund të jetë milioner, por pasuria e dikton atë. Ajo e udhëheq atë. Kojta, lakmia udhëheq, jo mendja e tij, jo vlerat e tij, jo bindja. Kjo është padyshim dështim, kjo është robni për të nënçmim dhe përbuzje, e pse mund të duket në pamjen e jashtme shumë krenar, shumë mund të jetë duket i përmbushur, po vallahi në esencë në brendit është shumë i zbrazët. Kjo nuk nën kupton asesi që ne duhet me pasë qëllim negativ ndaj pasurisë. Jo, na si musliman duhet me punu për me u pasuru, na duhet me fuqizu, mirë po veç duhet pas parasysh dy gjëra që e përmenda më herët. E para, mos me garu në shifra numerike, por me garu me pasurinë tonë, me shtimin e pasurinë tonë, në shtimin e mundësimi me më mirë. Kjo është. Dhe e dyta, që dashuria për pasuri mos na dominon, por na dominon dashuria për Allahun te barekutaala, që edhe dashuria për pasurinë e për autoritetin janë pjesë përbërëse të dashurisë për Allahun te barekutaala. Kjo është më rëndësishme me e kuptuar për shkak se ndarja mes tyre pastaj njeriu e sjell në nivele që është të nënçmimit dhe përuljes. Shikoj ndëruar, këto ishin pyetje që kanë ardhur mes, domethënë, postës elektronike, domethënë përmes emailave dhe përmes mesazheve në telefonin e studios, dhe me që sonte ishte emisioni i hapur për pyetje dhe përgjigje dhe koha veç emisionit ka mbaruar, me kaq po japim fund. Shpresoj që takohemi në takimin e ardhshëm inshallah me rrëfimin e radhës nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qofshi në hajër e shëndet kudo që tjeni, Allah në takoft në të mire gjithmonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.